Faleminderit gjithëve që keni nda kohën me na përcjell aktivitetin ton. Zhvillimet në kampin opozitar çdo ditë, çdo orë, çdo minutë në të ardhmen do ta konfirmojnë në vazhdimsi që Kosova nuk ka parti opozitare. Këto parti opozitare po shkojnë këto zgjedhje me një qëllim shumë thjesht, po shumë të padobishëm për qytetarët e Republikës Kosovës, po garojnë për pak më shumë deputet që me pas pak më shumë hise në qeverinë e ardhshme. Kthimi që u trompetu me të madhe i Vjosa Osmanit në LDK i ka dy probleme shumë të mëdha. E para është një mashtrim i madh publik, sepse Vjosa Osmani nuk është kthy fare në LDK. Vjosa Osmani përdor LDK-n si trampolin për potencialisht ndaj pozitë tashme në institucionet e Kosovës. Qysh edhe u mur vesh Sheshazi, ajo nuk është antare e LDK-s, e mori një grup për 20 veta, po i çon listën e LDK-s dhe po ripërdor LDK-n edhe një herë. E dyta, ne besojmë që me këtë qasje ma shumë i shkon simbolika e kalit të Trojës, sepse LDK-ja ma shumë se sa po bashkohet, po ndohet rishtazi. Sepse njerëz të cilët i qëndruan besnik LDK-s, në periudhën ku u braktis nga Vjosa Osmani, ku u sulmu nga Vjosa Osmani, ku u shkatru nga Vjosa Osmani, qysh edhe vetë ju e keni pa, nuk kanë qenë pjesë e ceremonisë të bashkimit të trumpetuar nga kryetari Abdi Gjiku. Ky bashkim është lidhje puro e interesit për pozita të dy individëve që e kanë kapur këtë parti. Tash ju me të drejtë keni me pyet, po çka intereson Partia Socialdemokrate, çështja e LDK-s. Absolutisht na intereson. Kosova vun që 5 vjet s'ka opozitë. Kosova vun nga njerëz të cilët sa kanë qenë institucione i kanë shërby kryeministrit me pikë e me presje. Dhe Kosova nuk e ka luksin, Kosova nuk guxon dhe nuk duhet të rizgjedh njerëz të cilët kanë plane për pozitat veta. Madje nuk janë as për partitë. As për partitë cilat po shkojnë, i kanë abuzu, i kanë poshtru dhe po kthehen tamam me simbolikën sikurse kali i Trojës, e ju e dini çka i ka ndodhur Trojës kur u fut kali brenda. Prandaj unë besoj që votuesit në Kosovë në përgjithësi, specifikisht votuesi i Lidhjes Demokratike, nuk ka arsye me mbështet këtë nismë e cila është nismë kundër tyne, është nismë kundër demokracisë në Kosovë. Prandaj edhe i bëj thirrje që të votojnë kësaj here për Partinë Socialdemokrate, e cila është e qartë dhe garon vetëm për ulset e opozitës. Ne garojmë që vendit me ofru opozitë para se me bo çfarë do ndryshimi tjetër. Ata që garojnë veç për pushtet, mbesin në opozitë veç kur si merr pushteti. Edhe kësaj radhe kështu na ka ndodhur. Prandaj, ne sot shënojmë këtë aktivitet me figurën e kalit Trojës që besojmë fuqishëm që është e vërteta më e madhe e kësaj ngjarje. Tash jemi hapur për pyetje nëse ka dikush pyetje. Të Dimitriçaj, po e përmendin që fushata juaj është veç për opozitën, cilat janë pritshmëritë juaja, edhe në bazë të listës që e keni bërë rrallë herë ndodh që një parti politike të çet as pak kandidat në një listë. Besoj që po garojnë për betejë. Besoj që po garojnë për kauzën kuvend. Unë besoj që është e rëndësishme me qenë edhe të sinqert me njerëz. Përderisa jemi idealist, përkushtum, aktivist që na keni pa që ma shumë se 20 vite disa prej neve, e në Partinë Socialdemokrate që 6 vite ne kemi refuzuar dhe zgjedhje, krahas i idealizmit ton, vetmohimit ton, ne nuk jemi as arrogant, as naiv si të tjerët. Këta i garojnë kanë 110 e i fitojnë dikush 6, dikush 10, dikush 15. Gjithmonë të njëjtit kur gjos kanë prodhu. Krejt çka kanë bo, kanë lujt lojën e kryeministrit Kurti. Për shkak se e luajnë këtë lojë për dy arsye. E para s'kan dijet mjaftueshme, e dyta kanë interesa shumë thoja. Jo, apo shihni sa letë u bën bashk për dy pozita. Ti bën mua kandidate për presidente, unë ty kandidat për kryeministër, dalin vetë do bashk, keshim bashku kry loja. Prandaj na kemi dasht me i tregu qytetarëve të Kosovës, që ky është grupi parlamentari PS-s. Na garojmë për me kalu pragën. Qytetarët mund na votojnë edhe më shumë. Po gara jonë është kjo garë, është e sinqertë, është sfidë e madhe. Amon jemi bindun që 6 kandidatët tonë bojnë më shumë se secili kandidat i opozitës. Ju i keni pas 43 të opozitës, po si mos me qenë hiç ka qenë. E unë pi ju garantoj, juve si gazetar, që keni na përcjell, nëse votuesi na voton po qytetarët e Kosovës, nëse kjo gjashje është
deputetët e arshëm të Partisë Socialdemokrate, atëherë keni me po, çka është opozita, çka janë parimet, çka janë idetë. Prandaj kjo është mesazhi jon i qartë për 6, sepse siç e dini, kishim mujt me bo ma shumë. Jam i vetëdijshëm që nuk kishim mujt me bo 150 të tillë. Amo na 6 ton i sfidojmë secilën 6 të secilës parti. Ndaqin e baza morale, ndaqin ideore, ndaqin dijes, ndaqin guzimit, ndaqin të mohimit. Sfidë kjo, sfidë publike. Hajdeni të sfidohem bashkarisht dhe të shohim kush e ka grupin më të mirë ose 6-ën më të fortë që e bën betejën në kuvend. Sa i përket 6 kandidatëve, si komentoni deklaratat e Paris Gurit ndaj PSD-s? Qa me thonë tash, lidhja demokratike po blen lajka, po blen shera, po shten kali trojes në parti, po janë ndonë pozita dikuj që ja ka shkatru partin. I kanë këta njerës kanë lënë gjopa thonë. Pe kuptoj shqetësimin e opozitës, në munges të ides, në munges të guximit më ballafaqu me neve, po meren, a janë shumë a janë pak. Na jemi qëta që jemi, që na njeni gjithë, që ta njerës kam i njoftë dhe krejt Kosova. Na për ju garantojmë kush e grupi jonë parlamentar. Ata nuk e din. Ju e dini që ata ja vjedhin votat një tjetrit. Ju e dini që ata i kanë ble votat e diasporës. Me qësi deputet që vjedhin, blejnë, shesin, qojnë lajka, pse s'pe i shpërndojnë lajkat më, e lanë. Se u kuptu, sheshazi se ata i bëjqin ato lajka. Ishtë nga këshin që lajka, neve, vetë vendosis e kej. Mani kështu, njerës ju njohin. Pra ndaj, nëse kritika me e madhe, ndaj Partisë Socialdemokrate është 6 deputet, na jemi krenar me këtë punë. A këshim pas që më konë 110? Absolutisht. Amo na jemi të vetëdijshëm që popullit Kosovës i mungon një grup parlamentar, këto mundëm ja jep. Me pako na të bindun, na këshim thonë votona neve se na e qeverisim Kosovën. Ata që ju thojnë na e qeverisim Kosovën, ata që ju thojnë që na kemi shumë njerëz, manen men, ata janë duke qurë me hi për veti, tani me marë na i të nderë, që shkanë dollë sheshazi këto vite. Qa kanë bo 15 deputet e LDK-s? Ose 20 ma herë? Qa kanë bo? I kanë zhërbi Kurtit, ja kanë votu Vjosën, ja kandidojnë Vjosën, ja kanë votu ligjin për konfiskimin e pasurisë, se cilin san Kurtit i kanë najt gaditur. Pra ndaj, e kuptoj cinizmin e tyne, po na jemi në betej politike. Na jemi me binë qytetarin e Kosovës që 6 deputetet e Partisë Socialdemokrate e bojnë ndryshimin cilësor në kuvendin ashe. Zotrin Bullejqaj, nuk njësh... Qyre, vota nuk vjen që shpo menoj njerë strategikisht. Ty mund është me dalë mirëshave të vendosën, mund është mirëshave LDK-n, PDK-n, po nuk votën votu si kështu. Kauza jonë është arsyeja pse na kritikojnë opozitën. Gjendja opozitës është arsyeja. Këta të opozitës, po merren që na pe kritikojmë opozitën, e s'pe kritikojmë pushtetin, e çajnë të bëhet, ata janë të u përlanë nër veti, i keni pa grupet e interesit, kush është numër 2, kush është numër 3, edhe mos harroni. LDK-ja peshon PDK-n, PDK-ja peshon LDK-n, KA peshon 2, falë. Ata problemin nuk e kanë pse na pe kritikojmë. Problemi thelbësor o këtu, kritika jonë është e qëndrueshme. Çka po thojmë na për opozitën është e vërtetë. Atë merrem është e vërtetë. Mas nej, mundëm edhe mu marr vesh a mi bua ju. Nuk ka ndryshime më të mëdha në Kosovë, në këto zgjedhje që po him, se sa një grup i ri parlamentarëve. Deputet e njëjtë, fytyrat e njëjta, punët e njëjta, idetë e njëjta, përkushtimet e njëjta, interesat e njëjta. Hajde le ti ndrojmë. Kur gjë kuvendi Kosovës nuk veç fiton me 6 deputet. Vota jonë e deni është e sigurt, është e deklaruar edhe bashkëpunimit edhe krejt, jemi vetmi subjekt që ka qëndrime të qarta. Vetni, një nga një. Herë të thojnë në bazë të interesa, herë të thojnë në bazë programe, s'kanë qëndrim kush me kanë që ka me vo. Dhe në vazhdim, kemi me shpalos hala ma shumë që na menojmë që ka me dalë vendi për krizës me qasin tonë. Mire potencove që mos kritika ndaj Kurtit dhe mos bëmit opozitarizëm në një farë mënyrë ja kanë bo argatin. Po kjo që një të bo sot, a e qënë ujnë në mullinë e Albi Kurtit? Kjo qënë ujnë veç në mullinë e PSD-s. Sepse 6 deputetet e PSD-s i shërbejnë kauzës tonë që është parlament dinamik, i sfidum pushteti me garancë për demokraci. Kur të him na deputetet e PSD-s në kuvend, në ato mbledhjet e komisioneve nuk kanë më shku që shkanë shku tash. Mbledhjet e kuvendit nuk kanë më shku që shkanë shku tash. Kur të thirr Kurti me zgjedh presidentin, nuk kemi me ikë sallë, kemi me najt në sallë, kemi me fol. Kurom nuk bojmë, vot nuk bojmë, po nuk ikim na me najt në përsalla. Në kuvend, që aty ku na ka qu qytetari i Kosovës në folcën, në foltorin e kuvendit, në ulcën ku na e vendi. Nuk jemi njerëz që mshefëm, jemi të vetmit njerëz që nuk kemi nevojë as më mshef, as më tut pe kërkuj. Që ky është problemi i opozitës. Kritika për opozitën është për me
Që të votusit, të qytetarit, që kjo është problemi jonë. Ky nuk do me thonë që neve kam na votus të opozitës, mund na votojnë votus të pushtetit, mund na votojnë të djeshëm ose të opozitës djeshme. Tash jemi ngarë, kushdo që beson që kjo është qasja, thirremi na votu. Ju po thoni tërkohën që kritikën e keni ndaj opozitës, a se keni marrë pak personale me Vjosa Osmanin? Besoj që Vjosa ish lajmi, besoj që krejt çka boni PSD-ja ka kontribu me u kuptu që mas pari u manipulim, së shkthyle dhe ke. E dyta po kthehet për pushtet. E treta s'ka bashkim se ma shumë mundan se u bashkun. Dhe e katërta këta u bën bashkë veç për pozita. Qysh është e mundshme vllak, del njëri, e kanë pas kandidat për kryeministër, e kanë bërë kryetare të kuvendit, ndohet për partisë, kthehet parti, bëhet se listës kandidat për president. Kjo nuk donin as diskutim. Nuk mundë me leju me ndodhë si mashtrime në politikë, sepse po e dëmton kampin opozitar. Për kështu letë bashkohen me Albinin, letë garojnë si lista Guxo në listë me Albinin, kjo ashtu ka garu një herë me Albinin, letë bëhet kandidatë Albinin dhe jemi në rregull. Prandaj, ditën vazhdim, ishen edhe kritikat edhe për të tjere. Sa është ma mirë të Partia Demokratike, po besoj që sot ju njoftojmë, nese do të kemi po ashtu aktivitet për Partinë Demokratike, i cilin do të flasim ekskluzivisht për klanin që e ka Partinë Demokratike. Po sot nuk po flas, sepse sot është Vjosa Osmani, si kal troje në LDK, i cili dini që ka ndodhur kur ka hiku kali në troj. Troja është shkatru, e kjo është rreziku që i ka nëse kësaj partie. E për vetë vendosjen, kur ka me pas një aktivitet politik? Edhe për vetë vendosjen, nëse javnin veç keni me na ndjek, keni me pas fushat krejt ndryshe, me aktivitete shumë kreative, jo fushat bajate, jo fjalime bajate, jo premtime bajate, jo asi ku kurdi thot 500 euro rroga minimale, këta thonë 700, në fund për dini që ka ndodhur. Krejt diçka tjetër keni me pa në këtë fushat, besoj që ka me qenë atraktive për gazetar, e pranueshme për qytetar, e shpresojmë që kemi me i bind njerëz edhe me na votu që me qenë kuvend, që me bo dhe opozitën pasaj. Faleminderit shumë. Se që shtu s'ku në mojnë në të ditë. Spot.